Të nderuar miq të podcastit, pas një dite shumë të gjatë me preokupime private, më morë pak kohë për t'ju dhënë një update për sa i përket të screenshotëve që postova më parë në Instagram. Agromaxi fitoi këtë betejë. Ndryshe nga 1 milion podcaste apo faqet e tjera në YouTube shqiptare që postojnë video të televizioneve dhe memeve e tjerë, Agromaxi vendosi që të bllokonte 3 nga videot e mia, duke i apeluar ato tek YouTube-i dhe duke rezultuar në fshirjen e kanalit të Buçi Podcast brenda 7 ditëve. Është një humbje, nuk diskutohet, por doja t'ju thoja pak se pashka se të gjitha strikes janë për copyright, problemi nuk është copyright në vetvete, sepse siç e thash, mund të shkoni çdo ditë tuaj në YouTube dhe keni ekrane pafund që hedhin video të njëjta, madje edhe me format më të lartë, ndryshe nga unë që i bëj me snippet me 1 deri në 3 sekonda dhe e përshkruaj zakonisht se çfarë është duke u bërë fjalë dhe pse përdoret ky material, që në fakt në politikën e drejt për drejt YouTube-it është e lejuar për video shorts, por gjithsesi pa u futur në detaje, duhet të kuptoni që Agromaxi ka një 7 muaj që mundohet të marrë të drejtat e Buçi Podcast, copyright menaxhimin e faqeve të internetit. Për të gjithë ata që më kanë thënë që pse nuk ja dhe Buçi, duhet të kuptoni faktin që kanali YouTube-it të Buçi Podcast prodhon diku te 25 euro në muaj. Numrat janë aty, unë nuk kam bler shikime, as nuk kam bler asnjë gjë. Ju shikoni të gjithë sa të vegjël janë numrat. Kështu që nuk ka asnjë lloj interesi për Agromaxin për të futur në biznes me Buçi Podcast, përveç se për të diktuar se si apo qysh duhet të hidhet materiali ku etj. Kjo është një mënyrë se si Agromaxi, domethënë siç e ka bërë me Henry Ismailin përpara, edhe me 15 youtubera shqiptar më përpara, e bëri edhe me mua. Por kanë harruar ose kanë miskalkuluar pjesën që unë këtë që nuk e bëj as për të qenë i pasur, edhe as për të bërë i famshëm, e bëj sepse e ndjej se duhet. Dhe brenda këtyre 7 ditëve unë do t'i shkarkoj të gjitha episodet e Buçi Podcast, të gjitha episodet e hapësirës publike, monolog dhe çdo lloj video tjetër që është e Buçi Podcast, do t'i arkivoj dhe në një moment të dytë që shpresoj të jetë shumë shpejt, do t'i postojmë në kanalin e ri. Kur ai moment vi, unë